duke qenë ma gjatë në kuvendun e kom parë lidha si ka shku edhe se cila parti që ka synuar paket qeverin është angazhuar maksimalisht në afat të shkurta kohore të zgjidhet këtë çështje, qoftë çështja e zgjedhjes së parlamentarit ose parlamentares, po dhe me pas procedurat për zgjedhjen e qeverisë. Ne nuk po shohim në një angazhim, po kundrazi po shohim që po ju pëlqen kjo blokad që sjellin, vinë thjesht, kryeministri detyrë vjen, voton për kandidatën për parlamentar, me pas kthehen në detyrën e qeveri, marrin vendime, shkelin ligje, shkelin kushtetues, nuk e di se si do të jetë. Andejme në kujtë të një vendime të gjykatës kushtetuese të cilët ende që kanë përgjigjë për pjesës tonë. Ndoshta duhet të ketë ndërhyrje edhe nga presidentja pikërisht për kufizimin e afatit kohor që mundet me shfrytzu një parti politike për zgjedhjen e parlamentarit, sepse vërtet s'ka kuptim. Në këtë formë po hupet imazhi i Kosovës në arenën ndërkombëtare, shihni nuk ka interesim as nga partnerët tonë, as nga ambasadat akredituar në Kosovë vinë të cilën këtë cirk që pëndonë për vendin e Kosovës. Dhe presim një vendim në gjykatës kushtetuese, një reflektim të kësaj partie, megjithatë ju dini shkef, ne kemi ofruar alternativa, kemi ofruar zgjedhje, kemi ofruar njerëz, pa asnjë kusht të votojnë ndonjë kandidat parlamentar të vendosje, nuk ka reflektim dhe po përsëritet çdo ditë, çdo 48 orë nga që skenario.